Në Institutin për Mjekësi të Transfuzionit në Kumanov, vazhdimisht dhe pa ndërprerje po rrjedh procesi i dhurimit të gjakut nga njerëz human të cilët rregullisht dhurojnë gjak, që bën që situata të jetë stabile. Ekipi ynë vizitoi këtë institut me qëllim që për nga afër të shohim se si po rrjedh procesi dhe puna e këtij instituti human. Doktor specialist Driton Bilali nga ky institut për TVM2 gjithashtu tregon se çka fillimisht duhet të di një gjakdhurues para se të vijë tek ne për të dhuruar gjak. Faleminderit edhe nga ana juve për vizitën. Domethënë shërbimin këtu të transfuziologjisë në Kumanov, gjakdhurimi kryhet me rregull 2 herë në javë, çdo të hanë edhe të njëjtën nga ora 8:30 deri në 12:30 ose 1, varësisht nga numri i gjakdhuruesve. Pa i kryer edhe gjakdhuruesin e fundit aksioni nuk ndërprehet. Gjakdhurimi kryhet me rregull, ka të interesuar mjaftueshëm në Kumanov që vinë për të dhuruar gjak, por për shkak të periudhës së verës, kur nevojat për gjak janë më të mëdha për shkak të lëvizshmërisë më të madhe të njerëzve, tash gjitha ceremonitë shumica po bën gjatë verës, dasme të tjera, i kisha preferuar që të vinë edhe më shumë t'i përgjigjen ftesës sonë për gjakdhurim, sepse nga njëra anë nevojat janë më të mëdha për gjak për shkak siç e potencova lëvizshmërisë dhe mundësisë për aksidente të ndryshme në rrugë, kurse nga ana tjetër shkollët nuk punojnë, gjithsesi janë në pushimin veror, universiteti gjithashtu ka shumë të rinj që kanë shkuar në punë sezonale jashtë vendit në Bregdet, disa shkojnë pushim. Prandaj edhe është e preferuar që të kemi rezerva të gjakut, sepse një njësi e gjakut mund ta pret pacientin, kurse pacienti nuk mund ta pres njësinë e gjakut derisa të bëhet gati për ta pranuar, sepse me automatizëm menjëherë nuk mund të pranohet njësi e gjakut. Prejte ne për shembull gjaku shkon për kontroll në institut në Shkup, ku i bën edhe të gjitha analizat tjera shtesë, gjithsesi mos vallë gjakdhuruesi mund të ketë ndonjë smundje ngjitse transmisive dhe ajo periudhë derisa të bën këtë analiza zgjat, do thotë nga 24 deri në 48 orë, prandaj edhe nuk është e rekomanduar që të planifikohet me gjakdhurim familjar. Gjithsesi pasi të ndodhe raste atëherë familjarët i përgjigjen ftesës për gjakdhurim, se nuk mundet, nuk ka mundësi aty për aty ta pranon gjakun pacienti. Pra gjaku duhet të kontrollohet, të përpunohet, të bëhet gati për të analizohet, të bëhet gati për pranim nga ana e pacientit e tek pastaj pacienti mund ta pranon gjakun. Doktor Ndrora, mund na njoftoni se çka duhet të di një gjakdhurues i cili për herë të parë dhuron gjak? Sapo të vi këtu te ju, çka duhet të ketë parasysh, çka duhet të di? Do thotë me rëndësi është gjakdhuruesi të ndihet i shëndetshëm, të jetë stabil, të mos pranojë terapi të caktuara, gjithsesi antibiotik, ndonjë terapi tjetër antihipertenzive, antikoagulant, sepse një antibiotik për shembull pasi të kryhet me përdorim 2 javë pasi të përfundoje me terapinë kundër një gripi të thjeshtë, të themi ashtu, një tonzilofaringit, edhe 2 javë pas ndërprerjes së antibiotikut ende është prezent koncentrimi i antibiotikut në gjak dhe pranuesi eventual i gjakut në gjendje më të rëndë, për shembull gjatë pranimit të gjakut pas operacionit, mund po i njëjti pacient rastësisht të qëllon të jetë alergjik në atë antibiotik dhe dikush është mundu të ndihmojë e mund të paraqiten pasoja po dhe fatale gjatë marrjes së gjakut. Prandaj pacientët që gjithsesi gjakdhurues të shëndetshëm që dhurojnë gjak duhet të jenë të shëndetshëm dhe të na informojnë eventualisht nëse janë përdoruesë barnave të caktuara. Çeket më herët se keni 2 termine për gjakdhuruesit të ndarë. Parafërsisht sa sjellet numri i gjakdhuruesve brenda këtyre 2 termineve apo në një ditë? Po na këtu pranojmë gjakdhurues do të thotë për gjakdhurim 2 herë në javë me rregull, çdo të hanë edhe të njëjtë, po përveç kësaj organizohen edhe aksione të gjakdhurimit në Kumanov dhe rrethinë edhe jashtë këtyre ditëve. Në për shkolla si që ceka gjatë vitit shkollor, në universitet këtu te ne, në për stacionet policore, kazermat ushtarake, firmat e ndryshme këtu, ndërmarrjet e ndryshme që janë shtetërore.
shoqatat aksionare, qytetare, kryqi, koqet të tjerë, por vetëm të ne mund të themi mbi 100 njësi brenda javës i marrim. Për 2 ditë, do me thonë, rreth 100. Si rajon që jemi më i madh, a mjaftojnë këto 100 njësi gjaku në rajonin tonë? Duke marrë parasysh se jemi diku 200.000 banorë. Do thotë Kumanova me rrethin ka gjak dhurues mjaftueshëm që jo vetëm se i plotësojmë nevojat tona, por kemi edhe të pric. Gjithsesi unë e marr një evidencë rregull se sa njësi gjaku dërgojmë në Shkup dhe sa kërkojmë për pacientët tonë këtu në Kumanov. Çdo herë është numri më i madh i njësive të gjakut që dërgojmë se sa na kthehet këtu për tek ne. Gjithsesi ki numra shumë më shumë, por duhet të ketë parasysh fakti se ka dhe pacienta nga Kumanova që mjekohen në klinik dhe gjaku do të thonë është i përbashkët në të Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në një farë mënyrë ne ja dalim që ta kompenzojmë nevojën për gjak për pacientët që mjekohen në Kumanov në klinik, po ndoshta më shumë. Kur jemi të aksionet, sa i përket rajonit Kumanovës, përfshi këtu Kriva Pallankën, Kratovën, Rankovcin, Likovën, Nagoricën e vjetër, ata ku mund të dhurojnë gjak? A vinë këtu apo në për shtëpitë e shëndetit që janë të dislokuara në për komunat e tjera? Jo, siç i potencove gjithë këto komuna dhe qendra urbane dhe rurale, gjithë këto vinë për të dhuru gjak, por vetë se nëse organizohet ndonjë aksion humanitar jashtë shërbimit tonë, jashtë objekteve të shërbimit këtu ku punojmë. Organizohen në për komuna, për shembull organizon komuna e Likovës, komuna e Kumanovës, Nagoriçanit, në Kriva Pallankë gjithashtu, edhe shkollët, por vendi caktuar 2 ditë në javë ku jepet gjak në tërë këtë rajon jemi vetëm ne. Doktor, jemi pra në fillim në flugun e sezonit veror, ku jemi dëshmitar se jemi të pranishëm do të vinë edhe mërgjimtarët tanë. Normal tani është pak gjendja kaotike në trafik, edhe aksidentet rrugore janë të shtuara. Sa mund të i përballoni ju këto me gjithë këto punë tjera që keni edhe aksidentet trafike? Po gjatë verës zakonisht rritet numri i aksidenteve për shkak të rritjes së lëvizshmërisë së njerëzve. Prandaj edhe bëra apel që në fillim që të vinë të dhurojnë, rezervat gjakut kemi, po pse të mos kemi edhe për mos tash zoti raste edhe më të rënda. Prandaj deri tash ja kemi dalë edhe në periudhën më të rëndë, në periudhën e Covidit. Besoj dhe shpresoj se nuk do të kemi ndonjë problem edhe këtë vit, por që gjaku duhet të jetë rezervë. Gjaku përsëri po e potencoj mund ta pres pacientin. Pacienti nuk mund ta pres një njësi gjaku, sepse është një lëng i cili nuk zaventohet me tjetër përveç se me gjak. Askund nuk mund të prodhohet, askund nuk shitet, as në barnatoris mund ta gjesh askund. Do të thotë gjak mund të ketë vetëm nëse dhuron dikush. Doktor, për në fund, cili do të ishte apeli juaj deri tek të gjithë ata qytetarë të cilët ende nuk kanë marrë guximin, themi, të vinë të dhurojnë gjak, sikurse disa të tjerë që i shohim në rrjetet sociale? I baj thirrje gjithë ata të rinj, të reja, të shëndetshëm që ndihen, çka përfiton, se po ndërpres, çka përfiton nga gjakdhurimi një pacient? Të vinë për të dhuruar gjak, sepse me gjakdhurim jo që humb pacienti diçka, por përfiton. Do thotë pas një gjakdhurimi, sipas gjitha analizave laboratorike, përmirësohet gjendja e yndyrnave në gjak, eritrocitet për 120 ditë komplet regenerohen, kurse plazma e gjakut, pjesa e lëngët e gjakut regenerohet për vetëm 24 orë pas gjakdhurimit. Pastaj aspekti tjetër ekonomik është ata që janë në marrëdhënie pune i kanë 2 ditë të lira dhe nëse dhurojnë 10 herë, të cilët janë të regjistruar në sistem, atëherë shpallet si gjakdhurues dhe më nuk paguhen në asnjë klinik ose institucion shëndetësor shtetëror në të Republikën e Maqedonisë, qoftë për kontroll, qoftë për analiza e të tjerë, edhe kryesorja që është, më në fund është aspekti human. Të dhurosh gjak dikujt që as nuk e njeh dhe ndoshta kur në jetë nuk e për ta parë, ai ke shpëtuar jetën
është vërtet një akt shumë i madh human. Djallërust e rregull, do të thënë një djallërus lirisht mund të shpallet si një heroj i heshtur, i cili shpëton jetë dhe askush nuk e kupton. Asaj vetë nuk e di se kujt ja ka shpëtuar një jetë. Udhëtori, ju faleminderit dhe ju urojmë suksese në punë. Faleminderit edhe një herë për vizitën. Instituti për mjekësi të transfuzionit në Kumanov përderisa vite të tëra funksionon pa asnjë problem, shqetësimin dhe numrin më të ulët të dhuruesve të gjakut e hasi gjatë periudhës së pandemisë së koronavirusit, kur aksionet për dhurimin e gjakut ishin ndërprer për shkak të mospërhapjes së virusit.